dhe që kanë plane e projekte konkrete. Prishtina sot është një qytet që po e ndjen peshën e 4 viteve të humbura. Punët e nisura nuk janë përfunduar, projektet e premtuara nuk janë parë, e qytetari është lodhur nga justifikimet e dobta dhe ankesat e palogjikshme. Prishtina ka pasur mundësi të mëdha, fondet mjaftueshme dhe vëmendje kombëtare, por gjithçka është humbur mes mungesës së planit, tepritës së arrogancës, diletantizmit kronik dhe orekseve financiare drejtuesve të saj. Qyteti i lodhur nga paaftësia menaxhuese, i mbetur peng në kaos nga një pushtet që ka humbur kontaktin me qytetarin. Të dashur pjesëmarrës të këtij tubimi